mësoja fëmijët tanë këto fjalë për Rasulit alayhi salam, e ti si i madh, e si fëmijë, në qoftë se i mëson për veti kanë me të kry punë gjithmonë jetën tane. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ka një vogël, o ka fëmijë në rëthmi, e i ka thonë Muhamedi alayhi salam njëherë, i ka thonë o djalosh, a don ti mësoj do fjalë, kanë me të ba dobi të jetën tane. Ka thonë gjithsesi ja Rasulullah. I ka thonë Muhamedi alayhi salam, i ka thonë ruje Allahun, Allahu të runë ty. Qysh me rujt Allahun azugjel, i runë kufit që i ka caktu Allahu azugjel. Nëse Allahu azugjel ka thonë, deri këto e knena jo, këto nalesh. Kjo është haram, këto nalesh. Kjo është halal, këto aban. Kështu banja, kështu falo, kështu falesh. Kjo është me rujt Allahun azugjel, në të kuptimin me i rujt kufit e Allahut, me i praktiku halalet e monal pe harameve. E në qofë se i ban këto, Allahu të runë ty, i ka thonë Muhamedi alayhi salam, ruja Allahun, ki me pa gjithmonë ndihimën e ti pra teje. Gjithmonë ki me vrejt, ka me ka ndihme Allahut me ty gjithmonë. Kanë me të zgjedh qështjet, thu që është dikush para teje të ecet të zgjedh qështjet. Qofë se ti, e runë Allahun azugjel në të kuptimin, i runë këto që i përmenëm. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, kujtoj Allahun kur je në rahati, me dhikr, me përmendje. I kujton mirësitë e Allahut azugjel, e falenderon Allahun azugjel kur je shnash, rahat. Thot Muhamedi alayhi salam të kujton ty me ndihmën e tina, në të kuptimin të ndihmon ty kur ki nevojë në vështirësi. Qoftë se ti e kujton Allahun azugjel kur je në rahati, Allahu ndihmon ty kur je në vështirësi. Ama ti kur je shnash, nuk të bjen për Allahun azugjel me në kor, kjo është nuk është aje që ka Allahu dëmë për neve, mas pak të mujna me thanë. Pastaj e ka mësu Muhamedi alayhi salam, i ka thënë, e kur lëpsh diçka, lëp vetëm prej Allahut. Dhe pse, lejohet për gjëra për shembull të thjeshta, mi thonë dikun abi mado uj. Mirë po nëse lut për gjëra që janë jashtë fuqisë njerëzore, këto nuk lejohet me lut kur kanë përveç Allahun azza wa jall. Po mirë është që me mësu vetën tane që punë të vogla me kry këtë vetë çka mundesh, e mos mo bë nxarr për kur kanë. Jo për menja masis, po është prej edebit muslimanit, mos me lut kur kanë, me kry vetë punët. Një pejgamberit radiallahu anhu, o ka në xhami, të nejt, e ka ardhë o dhe hesi muslimanve. I ka thonë, po du me të një mu diçka veç lëp, qka danë. Një pejgamberit, i ka thonë këtina, ka thonë, po në vjemarë në xhami, me lut dikon tjetër përveç Allahun azugjel. O dhe hesit muslimanve, këtë një udalë, o dhe hesi muslimanve për jashtë xhamis edhe ka prit, dhe udalë prej xhamis. Ka thonë që, tash e dalë për xhamis, tash mënesh me lyp çka dush. Ky ka thonë, ka një imam, ka thonë, me të lut ty prej çështjeve të dunjas po mënon, apo prej çështjeve të ahiretit. Ky udhëhesi muslimanëve ka thonë, jo, prej çështjeve të dunjas, për në ahiret së ndihmoj. Ka thonë, ka thonë, për çështjet e dunjas, nuk e kom lut ata që i ka çështje në dorë, krejt, e po të lutit ty, asë në këtë rast se ka lut, për shkak se nuk janë kanë dërshtrirë kor. Gjithmonë e kam provu me forcët e veta deri në fund. Pastaj i ka thonë, në qoftë se mbështetesh, mbështetu te Allahu, fatawakkal ala al-hayy alladhi la yamut, mbështetu te ai i cili është i gjallë, nuk vdes kur. Jo më mbështet të dikush, edhe maje me këta prej meje, sa të mbështetesh të dikush ka me dështu qaj që e mbështet ai, maje me këta. Domthon, këti mytin e ki, thu jo, për që është e këtë sigur të mban zgjidhje. Dije që s'ka më mujtë me të bazidje, për shkak se Allah nuk dënë mi para të tina të mbështetën të dikush, edhe qënë gjithmonë në sebeb. Pastaj ka thonë Muhamedi alayhi salam, ka thonë, e dije, ma jemen, që krejt njerëzit më qu, krejt bota më qu, me të bohajrë, diçka nuk mujnë me të bohajrë, përveç asajna që ka Allahu ka shkru për ty. Edhe ka thonë, edhe dije që krejt njerëzit më qu, me të bohajrë diçka, me të dëmtu diçka, nuk mujnë me të dëmtu përveç asajna që ka Allahu azza wa jall ka caktu për ty. Këto mësime ja vlen me i di çdo musliman, e fundit po them, ruaj Allahun, Allahu të ruan ty.